Dashi, mund të përballeni me vonesa për mos humbisni fokusin. Demi, një lajm financiar ju jep më shumë siguri. Pinjakët, do të ndiheni në qendër të vëmendjes, shfrytëzojini ditën. Gaforja, dikush nga e kaluara mund të rikthehet në jetën tuaj. Luani, në punë kërkohet më shumë bashkëpunim me kolegët. Ygjëresha, shëndeti dhe energjia përmirësohet ndjeshëm. Peshorja, një flirt ose një njohje e re ju bën të buzëqeshni. Akrepi, familja do të kërkojë më shumë kohë nga ana juaj. Shigjetari, dita favorizon udhëtimet e plana afatgjata. Priciapi, mos lini pas dore partnerin ose njerëzit e afërt. Ujori, një ide kreative mund të sjellë fitimet në të ardhmen. Peshqit, qetësia shpirtërore do të jetë prioritet për ju.